Pra, kjo pjesa të qenurit amator është gjë e tmerrshme dhe mos harroni një fakt tjetër. Një fakt tjetër të cilët më lejon thjesht ta diskutojmë. Masa e sigurisë është një masë e cila është procedurale. Në Shqipëri masat e sigurisë janë masa dënimi, nuk i bëjmë procedurë, pra nuk është procedurale, përgjithësore. Rasti Gëllçit ka qenë një rast skandaloz. Çfarë ka ndodhur? Thjesht e futën brenda dhe me futjen brenda në masën e sigurisë. Shihni të Gëllçit, lutem sqaro diçka. I gjithë debati në këtë rast bëhet për masën e sigurisë për Gëllçin, pra vetëm për masën e sigurisë apo për dosjen tërësi. Si është fati asaj dosje për cilën ajo u akuzua? Së pari për masën e sigurisë, masa e sigurisë e ka bërë personi që të dënohet. Pra, drejtësia e re ka dënuar një person i cili nuk duhet të ishte marrë në masë sigurie të tillë sepse të gjitha vendimet e gjykatës kanë qenë të pa arsyetuara. Pra, ai u paragjykua në themel dosja e tij. Që do të thotë, më lejo pak të tregoj diçka, një sekond. Që do të thotë, rasti i tij është shumë interesant, sepse ndërkohë që ai ka qenë jashtë shtetit, sapo mësoi që ishte momenti për t'u arrestuar, ka ardhur në Shqipëri edhe është proceduar në masë sigurie. Tani çfarë ndodh? Rasti është shumë i bukur. Pse është i bukur? Sepse na tregon qartësi se si fjalia afërmendësh është rast konkret dhe i zbatueshëm. Këtu të kam vendimin gjyqësor. Mirë, është ky. Është masa e sigurisë. Të kam të gjykatës së lartë. Gjykata e shkallës parë nuk e paska kuptuar që jemi në shkelje procedurale. Gjykata e apelit kundër krimit organizuar dhe korrupsionit përsëri nuk e ka kuptuar që jemi në një shkelje të ligjit. Gjithashtu, gjykata e plepave, gjykata e lartë ka bërë mospranim rekursi ndaj tij. Mirë, këtu e ke. Janë ezauruar gjitha shkallët. Të gjitha shkallët. Shkojmë përsëri te plepa 2 tek vendimi i gjykatës kushtetuese. Po ashtu kjo gjykatë thotë që ti s'ke të drejtë vëlla, gjyqësori është shumë rregull, edhe urdhëro këtu mospranim në seancë. Mbaroi këtu. Shkojmë në gjykatën Europiane të drejtave të njerëzit. Dhe i thot gjykata Europiane të drejtave të njerëzit. Çfarë i thot? Merr faturën tani shteti shqiptar. Merr miliona, 10.000, 20.000, 5.000. Pra do të thot çekin kaq të verbër edhe nuk shikoni të drejtat? Dhe shikoni ju, çfarë shikoni? Shikoni statistikat. Avokat, të lutem, për ta mbyllur, mësoni edhe diçka. Në bisedën e fundit që kemi zhvilluar, ju keni folur për një shifër konkrete, 69 masa non grata, heqje vizash, për socialistët keni folur vetëm për krahun e majt, që ka pasur reagime për këtë mendim, opinion, analizë, informacion, deduksion tuajin apo indicje. Tani për të shkuar pak më tej me kërkesë të atyre që na kanë dëgjuar, edhe pyetjeve që kanë shtruar. Avokat, ku bazoheni për këtë, edhe kur do jenë vendimet e para, kur do jenë masat, ku duhet të shkojnë? Administrata e Trumpit, nga aeroporti. Administrata e Trumpit nuk punon në mënyrë burokratike si administrata e Biden. Trumpi përdor linjën e tij dhe linja e tij është në një formë jo zyrtare, por është thjesht shumë në kuptimin procedurale për interesat e tij. Partia Republikane Amerikane në të gjithë degët e saj që janë në botë, që ka njerëz që kanë një nivel, një personalitet dhe kanë një seriozitet në publik, merr një referencë nga ata
disa emra personash në aspektin publik, të cilët kanë qenë në krahun e majt pra të Partisë Demokratike Amerikane dhe i kërkojnë se si është qasja e tyre në publik në krahasim me politikat e Trumpit kur kishte ikur Trumpi dhe kishte ardhur Biden. Dhe kjo procedurë nuk ka ndodhur vetëm në Shqipëri, ka ndodhur në Francë, në Gjermani, në Itali, në Greqi dhe në vendet e tjera. Dhe është dërguar një listë me 69 emra që tregojnë qartës që janë kundër Trumpit, dhe kjo listë nuk është se do të publikohet nga Trumpi, pra nuk do bëjnë gabime se si ka bërë administrata Biden, por thjesht personat të cilët janë pajisur me vizë, kur do të shkojnë në vend, pra në Amerikë, do të kthehen mbrapsht, sepse nuk do t'i lejohet, sepse do të njoftohet aty që viza është refuzuar. Gjithashtu, diçka tjetër që është edhe akoma po përpunohet, vizat të cilat janë dhënë te zyrtar të lartë do të i merren dhe do të njoftohen që të shkojnë në konsullat që t'i anullohet viza. Por kjo do të jetë gjithmonë në raport se si linja Trump do të punojë. Pra do të thotë ke 69 socialistë të cilët do t'i hiqet viza dhe ju është heq viza. Po thjesht ata nuk e thënë sepse nuk janë mban. Gjithashtu mos harro faktin se Erion Veliaj i ka thënë gruas së tij mos shkon në konsullat, jo në ambasadë, se nuk e ka ftuar ambasada, e kishte ftuar konsullata, sepse pritet të vi Aleksi. Erdhi Aleksi. Ku është Aleksi? Aleksi? Ku është Aleksi, mo? Po të tjerët janë në nivel, çfarë niveli? Deputet, ministra? Po ku është Aleksi, konsullata? Pse Aleksi nuk shkoi te konsullata vet? A është shtetas amerikan ai? Pra do të thotë, konsullata ka ndryshuar rol, është një konsullat serioze, e cila din të rishqyrtoj vizat, dhe njoftimet, ju nuk ju duket diçka e çuditshme, pse një ambasadë duhet të nxjerrë njoftim, një konsullat për vizat. Po ju e dini që vendi i parë që ne shkojmë dhe kërkojmë viza jashtë Britania e Bashkuar? Pse nuk del lajm për Britaninë e Bashkuar? E del për amerikanët? Sepse pikrisht administrata e re i thot, ore shërifim ju a kemi dërgu, por ju nuk e shikoni sepse jeni të verbër nga ajo që kërkoni të shikoni flamurin amerikan, që thoni që ky është sherifi. Megjithatë, Rama sot ka deklaruar që PD-ja do marrë rezultatin më të keq pas 97-s me 25 mandate që e mbylli atëherë. Rama, për mendimin tim, unë e këshilloj në mënyrë shumë njerëzore dhe pas një hile ndaj tij, pavarësisht se njerëzit që i ka rreth vetes do t'ja bëjnë gropën, por pak më vonë, sepse kur je në pushtet nuk të pëlqen kritika, të pëlqen vetvetja dhe i bë fres vetes nga mes deri në darkë, unë jam i bindur që Rama ankthin e ka 20 vitet e ardhshme. Dhe në 20 vjeçarin e ardhshëm, Rama duhet të mendoj shumë mirë në rast se do shkojë të bëjë një ndryshim te kodi penal, sepse në rast se nuk bën ai ndryshim në kodin penal, parashkrimi i çdo vepre penale që është bërë nga bashkëpunëtorët e tij, Ahmetaj dhe me radhë, parashkruhet pas 20 vitesh. Prandaj unë them që më mirë le të shikoj rezultatin e tij në aspektin penal, se sa të shikoj rezultatin në aspektin elektoral. Sepse shifrat janë shifra, shifrat ndryshojnë, por nuk mund të ndryshosh asnjëherë veprën penale e cila është kryer në formën e bashkëpunimit. Pluraliteti i bashkëpunimit nuk kërkon që ti të jesh i vetëdijshëm në shumë raste që të akuzohesh. Edhe pjesërisht bashkëpunimi sot është kapur një person i cili nuk ka ditur që ka qenë në bashkëpunim, por gjykatat shqiptare kanë dënuar. E ke praktikën, praktika ekziston, provat janë aty. Unë them tek Rama, më mirë prano humbjen,
se sa të pranosh shkatrimin dhe fatalitetin e Partisë Socialiste. Unë për këtë e kam për çdo socialist që do Partinë Socialiste. Nuk e kam për qeramarsit në Partinë Socialiste. Qeramarsit janë në 2013 dhe nga politikan i kanë bërë Partinë Socialiste që të ndjen si socialist burgaxhi. Ndani e sapin nga shoqëri, ndani rilindasit nga socialistët. Në rast se socialistët do të gabojnë edhe duke i bërë fresk kryetarit të tyre, kanë frikën dhe po ta them me seriozitet që brenda 20 viteve nuk do të shikoni godinën e Partisë Socialiste, jo më petalet apo çfarë tha ideali militant i cili ishte një mesazh i keq për shqiptarët, që një person i ri me kaq frym arrogance. Edhe Rama që bëri gabimin fatal duke i treguar të rinjve futuni dhe shikoni fotot nudot e mia, ishte një lajthitje e cila tregon qartazi që ai ka punuar ose punon për të dëmtuar imazhin e shqiptarëve dhe përqendrimin e shqiptarëve si kryefamiljar. Edhe ajo skena tjetër që i hoqa unë pastet në për lokale dhe bëj për moral, për fen, për ato që gratë ishin në 2021 të shqetësuara, 2019 që burrat i luanin llotarinë për lokale, tani burrat e kanë llotarinë në telefon dhe madje dhe arrestohen dhe futen edhe për burgje. Ndërsa sot Rama na thot që shikoni për fëmijë të ri të mitur, shkoni dhe shikoni fotot e mia nudo. Unë nuk e di ku ndodhet institucioni i urdhit të psikologut, i cili u shqetësua në një rast për raste diskriminuese ndaj një kandidat që bërë një shenjë të keqe, dhe nuk po shikoj shoqata të pavarura, të cilët duhet të flasin për mbrojtjen e të miturve. Ku janë? Ndoshta dje që pushim presim sot në vazhdim. Avokat, unë të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë ju falenderoj shumë për ftesën.